Departamenti i Gjustësisë në Fakultetin e Shkencave Shoqërore pranë Universitetit të Shkodrës Luigi Gurakuqi organizoi workshopin me temë për tej fjalëve strategji për parandalimin e dhunës verbale. Qëllimi i këtij workshopi ishte sensibilizimi dhe trajtimi profesional i dhunës verbale në kontekste të ndryshme shoqërore, duke ofruar strategji parandaluese nga perspektiva të ndryshme shkencore. Në një kohë kur diskursi politik, publik dhe politik shpesh është i ashpër, kur rrjetet sociale kanë bërë më të lehtë fyerjen dhe shpërndarjen e gjuhës së urrejtjes, kur komunikimi ndërpersonal shpesh kalon në agresivitet verbal, bëhet e nevojshme të kthehemi tek etika e fjalës, përgjegjësia sociale të folurit dhe ndërtimi i një kulture të respektit. Ky workshop synon të ofrojë një kuptim më të theruar të koncepteve të dhunës verbale, të formave të saj dhe të pasojave që ajo lë në jetën e individit dhe të komunitetit. Një nga mesazhet kryesore që duam të përcjellim sot është se gjuha nuk është neutrale. Ajo mbar qëndrime, ngjyrime emocionale dhe shpesh është arma më e mprekë që lëndon pa lënë gjurmë të dukshme. Fatkeqësisht jetojmë në një shoqëri që gjithnjë më tepër po bëhet agresive. Agresivitet, cilin e hasim kudo, e hasim jetën e përditshme, e hasim shkolla, e hasim në auditore, e hasim politik, e hasim në ekonomi. Fatkeqësisht pjesa më e madhe e atyre që vujnë dhunën verbale sot janë fëmijët, janë trit, janë edhe gratë. Gjuha si mjeti më i fuqishëm i ndërveprimit njerëzor, bart në vetvete mundësinë për të ndërtuar ura mirëkuptimi, por edhe rrezikun për të ndërtuar mure ndarjeje, përjashtimi a dhune. Kur fjala përdoret për të poshtruar, për të shtypur, për të cenuar dinjitetin e tjetrit, ajo humbet funksionin e saj thelbësor si mjet komunikimi dhe bëhet vegël agresioni. Në këtë kuptim, parandalimi i dhunës verbale nuk është vetëm një çështje morale apo personale, por është një sfidë e përbashkët që përfshin dimensionin gjuhësor, psikologjik, social dhe juridik. Më pas ishin pedagogët që referuan mbi një sër temash si aspektet gjuhësore të dhunës verbale në komunikimin ndërpersonal, dhuna verbale në media dhe sfidat për parandalimin e saj, ndikimi psikologjik dhe kuadri ligjor. Tema që po trajtojmë sot realisht është një temë që prek shumë thellë dhe ndoshta prek në ato nivele të cilat ne nuk mund t'i tjetërsojmë në mënyrë të drejtë për drejtë. Është shumë e rëndësishme që të shihet gjuha në një përmas tërësisht të ndryshme prej asaj që normalisht ju e mendoni. Ky workshop shënon një hap të rëndësishëm drejt ndërgjegjësimit dhe veprimit të përbashkët kundër një fenomeni që shpesh neglizhohet, por që ka pasoja të dukshme në shëndetin mendor dhe marrëdhëniet shoqërore.